Sot kishim kënaqësinë të kemi në zyrat tona mysafir ambasadorin e Norvegjisë, i cili është në Beograd po mbulon edhe Maqedoninë. Në shkëlqësinë e tij biseduam për situatën aktuale në Maqedoni dhe për mundësitë variantet e daljes nga kjo situatë me qëllim që Maqedonia të rikthehet integrimit të saj euro-atlantik. Ja të tregon qëndrimin tonë se ne si Besa do të kishim dashur që të bëhet një qeveri e koalicionit të gjerë, një qeveri e cila do të kishte disa pika të caktuara të implementojë me një afat të caktuar me qëllim që Maqedonia të rikthehet në normalitetit dhe pastaj të mund të organizohen zgjedhje të reja dhe të krijohet mundësia e themelimit të një qeverie politike. Çfarë do lloj kombinatorike tjetër lëvizja Besa do të kishte planuar vetëm nëse janë në drejtim të plotësimit atyre pikave të platformës së lëvizjes Besa që nuk kuptojnë që Maqedonia patjetër që t'i plotësojë pikat që të rikthehet në një normalitet, sepse më të gjithë e shohim se situata në të cilën gjendemi është vërtet kritike dhe shumë problematike.